Sot është java e 10 e strategjisë tem dollar cost average ose DCA në Bitcoin. Ku unë çdo javë investoj $60 në Bitcoin. Unë kam vendosur, siç e dini, të investoj çdo javë në Bitcoin për 50 javë. Dhe mas 50 javëve do të shohim se ku kena mri, a kena dalë fitim ose çka ka ndodhur. Siç e dini, investimet i bëjnë në BitGet për shkak se kanë zero provizion shitje dhe blerje dhe po ashtu BitGeti exchange i cili është i katërt në top për këtë exchange-eve në botë. BitGeti është partneri jon dhe sponsori jon. Dhe për këtë arsye kam vendosur që këto investime t'i bëj në BitGet. Nëse ende s'keni BitGet, linkun e keni ndër video, mundeni më regjistru dhe në këtë mënyrë do të ndihmoni edhe chanelin për shkak se BitGet është partneri jon dhe sponsori jon. Vazhdo me tutje, po shkojmë në trade dhe këtu e zgjedhë Bitcoin USDT. Pse USDT? Për shkak se unë kam USDT në një sasi për investim. Dhe këtu çdo herë do të zgjedhim buy. Për shkak do të bëjmë buy dhe do të zgjedhim market. Marketi është të bëjë blerjen momentale me çmimin që është në market. Dhe këtu do të zgjedhim si çdo herë një çmim të voliçëm $60 edhe do shkojmë buy Bitcoin. Dhe këtu mundeni me pa që blerja e Bitcoinit në $60 ka kaluar me sukses. Po shkojmë në order history të kontrollojmë. Mundeni me pa këtu që blerja e Bitcoinit ka kaluar dhe të gjithë blerjet që i kena pas janë këtu. Do me thonë s'kam bërë asnjë shitje në kohën e fundit. Do me thonë une nuk shes Bitcoin, por jam duke bler dhe jam duke grumbulluar. Shumica po thonë $60 nuk ka ndaj fitim të madh. Okej, $60 nuk ka fitim të madh, por kur këtë investim do të bësh për 10 vjet, 15 vjet, atëherë ja vlen. Une këtu në këtë strategji dollar cost average ose DCA me Bitcoin nuk jam unë për 5 muaj, 5 javë ose 5 ditë, unë këtu jam për minimum 10 deri 15 vjet, ku do të bëj çdo javë blerjen e Bitcoinit dhe do të shohim atëherë se ku kena mri, por në chanelin e kene si një sfidë për 50 javë të bëm blerjen e Bitcoin në blerë për $60 dhe mas 50 javëve do të shohim a janë në fitim, a janë në humbje dhe a do të vazhdojmë sfidën ose do të përfundojmë me 50 javë. Së haroni që të bëni subscribe, të na përkrohen me një like, i cili kushton falas për ju, për mu kushton shumë dhe më ndihmon shumë në algoritmin e YouTube-it. Për këtë arsye, mos harroni dhe subscribe të bëni. Faleminderit dhe miru pafshim dhe video në radhë.